Zotit që mbi ju. Falenderoj Zotin që na mësoi ta presim tek muaj të bekuar Ramazan. U falenderoj nga zemra të gjithëve që gjeti kohë të vini sante në këtë iftar të shtruar nga Këshilli i Shoqatës Muriqi. Falenderoj stafin i Shoqatës Muriqi kryer me Shabanin, me punën e falorëve që bajnë si këto ashtu edhe në renditje, por meritën e madhe e keni ju. Ju jeni ata që po mbështetni pa pritur me kontributet dhe donacionet. Siç e dini edhe ju javën që vije nisin punën në renovimin e xhamisë Muriq, me nin Zotit dhe me nin tuaj do t'i dalim mban pa problem. Përshëndet dhe falenderoj stafin i Shoqatës Presin, kryer me Selinin, stafin i Shoqatës Krajan, kryer me Hysejnin, dhe stafin i Shoqatës Ulqinin, kryer me Xhepon. Pjesëmarrja juaj na nderon. Zoti ju bekoj për punën tuaj pa lodhur, dita dish që po bani për komunitetin tonë, kështu po ashtu edhe në vendimit. Vetëm të bashkuar mund të ruajmë vlerat e traditat tona të bekuara kombëtare dhe fetare. Po ashtu duhet të përshëndes këshillin e kësaj qendre kryer me Ahmet Velen, të cilin po punojmë pa pritesë kjo qendër ku po mblidhemi ne shpesh të funksionojë pa kur pa pengese. Zoti ju shpërblet për punën tuaj. Në fund duhet të falenderoj Imam Yusufin, Imam Edinin dhe Imam Ismailin, që ma dhanë mikrofonin pikë spare. Se kjo foltore u takon atyre. Se kjo vend e ka po flason, është foltore, ku ata pa pritesë në ligjëratat e tyne, po na ushqejnë shpirtin dhe zemrën në Imam, trunin tonë me dijeni, Zoti ju shpërblet me të mira në këtë botë në ahiret. Kam në dikon në përshëndet, në Saharaj. A është Ramo Vesti me familje. Ai po kujdeset për sofrën tonë që në kohë të iftarit jetë plot me ushqim, e ushqimi shumë i shijshëm. Zoti truaj dhe ta shtojë recetën. Lutim Zotin që është një, na mundsoj ta kryejmë këtë muaj të bekuar me hajër, na pranoj njënimin dhe lutjet tona, si edhe ta presim festën e Bajramit shnosha mirë me zemrat tona plot paqe me sin. Zoti ka bull inshallah.